Ishte një nga personazhet më të dashurat të publikut për sa kohë ishte brenda shtëpisë së famshme në Shqipëri, po flasim për Loredana Bratin, e cila së fundmi ka festuar ditëlindjen e saj. Ish banorja e shtëpisë së famshme këtë ditë të veçantë festoi mes miqve të saj më të afërt. Nga fotot e publikuara, u pa dhe mbishkrimi interesant në tort. Ngelim me të ëmbla, ngelim me makarona, unë dua tort. Ishte mbishkrimi në tortën e saj, teksa Loredana shfaqej në formë të shkëlqyer. Nga ana tjetër, Joz Marku ka surprizuar fancat, duke bërë një urim për ditëlindjen e Loredanës përmes një postimi në Instagram. Ai ndau një foto të saj me tortën e ditëlindjes duke shoqëruar me një emoji. Ky gjest i Jozit duket se konfirmon se lidhja e tyre vazhdon të jetë e fortë edhe pse dyshe nuk janë ekspozuar shumë kohët e fundit në rrjetet sociale. Kujtojmë se ata kanë qenë bashkë në shtëpinë e famshme, por pas daljes dhe pas skandalit të shpullës, nuk u bë ditur asgjë për to. Por nuk përfundoi me kaq. Joz Marku i ka bërë një super surprizë Loredanës, teksa ka bërë një postim të rrallë ku urimi i tij shfaqet në sytë e miliona njerëzve në New York. Dhe nga kjo, kuptojmë se çifti ka lënë pas krave hatërmbetjet. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.